Fasli Çangollari. Fasli Çangollari. Po. Në Vlorë të thonë barba. Ose Çfarë moshe Ciko, unë Ciko, se Ciko më një Vlora. Ciko, çfarë moshe ke dhe cili ka qenë profesioni juaj? Unë jam 68 vjeç. Profesioni im është teknolog, kimi. Kam marrë shkollën teknologji industriale. Banor i vjetër në Teracat. Jam marrë me porcelanin kam 30 vite që ushtrosh zanat dhe përsëri e them me mburje që jam nga të vetmit që punoj porcelanin, sepse keramik ja dhe dy tjerë, Ali Zoti dhe Ali Gega, unë kam porcelan, e cila dek në shkrije, sepse unë nuk kam asë lloj ndime, jam i smur me kancer, pa pension, pa asistencë sociale, kam kaq vite, nuk marr asistencë, pa pension, pa kemp. Me kancer nuk kam mundësi të marrë dhe as ilaçet e kancerit, lem më të tjera. E detyron dal në rrugë, të shes me porcelan, me vazë, siç më kam parë ditë lagje se unë tu drejtoj. Erë më lënë, esë më lënë, në turp e pa turp. Shtu të keqen ajo. Profesioni i porcelanit vazhdon të ushtret më, apo ju jeni mjeshtri? Besoj se është në zhduke përfundimisht. Nëse ka në një në Tiranë që nëse Në Vlorë. Në Vlorë jo, nuk ka ekzistuar dhe nuk ka për të ekzistuar më. Nuk ka ekzistuar dhe nuk ka për të ekzistuar më, se nuk ka. Bil pyet në Vlorë, ja ti vetë si vlonjat ke. Pa në një të thotë që unë punoj porcelanin, ta marr baltën dhe ta bëj porcelan? Jo. Keramik po, porcelan askush. Për të jam krenare dhe më vjen shumë keq që Bashkia e Vlorës me sep që jam kërkuar të mësija 2-3 nxënës të pak të mësoj, të atë trashëgoj këtë art kaj të bukur. Art i bukur, art mira veçar. Që në Vlorë është pothuajse i vdekur mbas sugestime, se edhe unë jam me ditë jam i smur. Më thatë që jeni i sëmur me sëmurje të keqe, Po. ndërkohë që jeni plot energji, Po, dini këtu po. dhe shisni kulisha, çfarë? Kam të kulishët që unë i nxjerr vetë, i nxjerr me dashuri, i kam për zëmër edhe pothuajse mundohem të ndihmoj sado pak ekonomin time, që të pak më paguaj qirana e shtëpisë. Edhe pse Bashkia e Vlorës më ka thënë që do të paguajmë bonusin, po bonusi i shtëpisë ta nuk e lëshën shtëpinë pa 250.000 lekë. Nuk bëhet lla fare. Ju them që do më paguajë Bashkia, jo, ato s'do më lekë nga Bashkia, se ata na gjinë. Kështu që kam lelu dhe tani për moment jetoj, po thua se e flen makinë, e flen nga motra, e flen nga Andrea, e flen te turpizot, unë qytetar, me shkollë, blonjat i vjetër, me shumë vlera në vetë, me shumë vlera, kur them me vlera, jo ta bëj si ai që mburi vetën, po kam shumë vlera. A një njeri që mund të themi se është i vetmi akoma që ka punuar porcelan, sot pa shtëpi, Po, jo, pas një gjë. Shtëpinë ma vodhë, ma ka marrë gjykata, mos të cila është arsye? Po ma thuaj. Kam blerë një parë shtëpi këtu, ika për ta në Greqi për ta bërë më tepër, ika sa në Greqi, ashtu më lojnë fatkeqësi, ma shitën shtëpinë me avokat falco, me gjyqtar falco, ma morën atë shtëpi që kisha, tani jam pa shtëpi. Këtu kam pasur 3 dhoma në kuzhinë, te pallati këtu. Tani nuk kam asnjë gjë. Me kë jeton, si ja bëni? Unë jetoj pothuajse vetëm kam qenë deri dje, kupton? Po. Ashtu vetëm. S'kam asnjë lloj ndihme. Më kanë ndihmuar deri dje motra dhe nuk kam absolutisht asnjë ndihmë. Kjo është vërtet. Një person i cili nga mjeshtri i porcelanit sot merret me kulisha të vegjël. Po. Si lindi kjo ide? Si e shikoni si lindi? Ideja ishte fare pa pritur për kulishat e kellafit. Po. Mua më falet dikush, ajo më lindi, nuk detyrohet të risja, i kam rritur vetë me plus hallëve që kam, e që me din gjithë, ata që mua më rrethojnë, e kupton? Me i kam rritur me dashuri, me përkushtim, me ushqim, me ngjyrë, me tutje, me klarje, me krerje, me fjetje, domethënë më shumë i kam kushtuar këtyre kafshëve shtëpiake se sa vetes, me thënë drejt. Domethënë një njeri që nuk ka shtëpi vet, por përpiqet të strehoj. Po, atje ku jetoj vetë.
atë ku jetoj vetë. Po, kjo është mëse sigur dhe më njohin që të gjithë. Më njohin për famën që kam, për bujarin që kam. Për s'është famë, për bujarin që kam, për respektin që kam në fundin. Edhe ka që kafshë, edhe dashurin që kam, ka shqytyre. E kur i shet, të vëmë kur i shet? Ma, se folat tonë. Ne në radhë parë do mendojmë shumë ku t'japim, pastaj... Gëzohemi kur na bie Po, kur na bie familje rregull. Kur na bie familje rregull. Si puna e vajzës ose Shumë. Sa kushton një kulish, apo nuk mund ta thuash? Së puna e thema po se them, se unë jam edhe, kam vite që s'den nuk më marre, kur ka turizm, po, e din shumë Janë mirë. interesuar? Kam qenë në Amerikë, në Angli, në Gjermani, në Turqi, në Kosovë, Maqedoni, Greqi, Itali, kam qenë. Deri në Amerikë kam qenë. Ajo bara si mbas takati, si mbas... Tani, ju keni vetëm pak, apo keni dhe të tjerë në Jo, shtëpi? këto janë. Se unë tani jam sëmure, nuk mund mbaj do të as vetëm time, nuk kam mundësi më. Nuk kam mundësi. Faleminderit. Amar vetëm për ju, jo vetëm për ka çfarë? probleme Vetëm që kamera. Merrem në veçanti. Patjetër. Jo bashkë të ashtu. Tashka janë. Sashka Jani, ju gjej jo pak herë duke shitur kulisha. Po. Si ka lindur kjo ide? Në radhë të parë janë dy gjëra, është dhe kënaqësia, po është dhe keqardhja që bashkëngjiten të dyja bashkë. Unë i përkushtohem jashtë masës me një dashuri të pashoqe, por kur më ikin që largohen nga gjiri im, unë ndjej një keqardhje shumë të madhe. Dhe lindi kjo nga halli djali dashur, jo nga qefi, se nuk më vjen mirë të arris për një përkushtim, një lodhje, një plus që është i smurve shorti, unë i përkushtohem atij 100%, për i halli, se s'kemi mundësi të përballojmë, unë marr një pension 200.000 lekë. Ashtu jemi me qira, ke dikush, ai na merr 150.000 lekë, me 50.000 lekë na takon të ham bukë. Dhe kjo është një gjë e detyrueshme, jo dëshirë, që ne i shesim kulishat. Sa vite keni që merreni me këtë? Me thënë të drejtën kemi një 5 vjet pa, po jo se kemi fitim. Marrim një 5 lekë sot që la vjen, kur vjen shanci, me vrapojmë të marrim diçka të nevojshme që na duan për shpenzimet tona të ditës. Se duan të gjitha djalë, duhet ilaçe, duhet vaje, duhet buka, duhet me gramatur, jo se të marrim të gjitha ato që na dëshiron zemra. I shikojmë dhe i hikim. Kur i shet, çfarë ndjen kur i shet? Me sinqeritet, më këputet, unë edhe tani, po të më shikosh mirë, unë s'u t'i kam e lot. Edhe po të më shikosh, një keqardhje, por në momenti jap kuraj vetës dhe them kështu që shikoj, ku më ra? Do më jetoj mirë. Është e rëndësishme që e birson ose e merr një familje, është shumë e rëndësishme, nuk e jepni kudo. Jo, normal. Në radhë të parë kur e merr, neve kemi hallin ton që e shesim, kupton, që e shitem me thënë të drejtën. Por kryesorja në moment më shkon mendja, do më rri mirë. Do më jetoj mirë, do më trajtoj mirë. Faleminderit. Faleminderit ju djalë. Janë fjallë reale, po. Janë fjallë reale. Kuj? Ishe të njërë, po si po, të gjigju këti djallit. Më falë, ciko se ti njeh më mirë, unë të njërë. Ju a isë këmën asë në vetë, jo? Ka të kemi o djallë. Hajde,